Përshëndetje të gjithë ju që jeni me valët 102.2 është ky edicioni më i ri, emisioni të Akustik Night, ku realizohet çdo të ejte, duke filluar nga ora 19:30 deri në orën 21 dhe kemi të ftuar të ndryshëm që nga periudha e viteve 80 deri te vitet e sotme, ndërkohë që ne e përshëndesim shumë Melodia Pjesin, gjithashtu edhe Peperifikun dhe Friksin që në mbështet në realizimin e këtyre emisioneve. Sot kam deri të kem dy mysafirë nga bendi Tonik, një ndër bendet e para në Kosovë rock. E kam të ftuar sot Muj Nuhiu në vokal dhe gjithashtu Shabi Aliu në bateri. Ku I keni kitaristët? Ja të ongër iftarë. Somi po të nga Shabi. Shabi. Unë e thash Sabi, shu që Shabi. Ska gojle. Ndërkohë që jemi mësu nga njëra hojnë kare shkruajnë. Po. Jena unë. Jena unë. Më ju thonë Aq, nuk më ju thonë. Jo, asmi shumë mirë dhe jenë as bac, alajen të ri. As bac, as kur gjo, du me ju thirë gjatë gjithë kohës nëmra. Kurva kompleksi s'kam. Pa tjetër. Jo, nuk po dojmë do me thonë që me pa ju këto si disrespekt, po për shkak të edhe zhondrit muzikës, po për shkak edhe që po dukni që jeni në formë, po du me ju thirë me emra, dhe po du me ju konsideru si më shatar. Si 36 vjeqar. Qa, ty diku. Mu I falenderoj. Me marka. Mu I falenderoj shumë që ke gjetë kohë dhe je pjesë e edicionit sot. Falenderoj edhe juve për ftesën. Për neve është kënaqësi kur marrim histori prej atyre viteve të arta që I themi ne. Edhe kur kemi mysafir si ju, ndoshta me një kohë e kemi cekzuar se kemi pas edhe ëndër veç me ju pas afër ose për me ditë se kush peknon këtë këngë ose këto, për shkak se ndoshta ka qenë me një periudhë kohore për disa gjenerata si jemi ne, ndoshta ka qenë tërë informativ se nuk ka funksionuar as televizionet as radio atë mënyrën e duhur. Kështu që për neve është ndeshje ju kemi sot. Faleminderit. Gjithashtu. Gjithashtu edhe Shabi shumë faleminderit që je pjesë e edicionit sot. Për ftesën. Unë e di që gjatë viteve 80 keni qenë aktiva, po ose në fund viteve 70 për bjen që keni fillu për me përformu muzikë. Për e thash edhe ma herët e di që kemi marrë informacion faktikisht që për Ferizaj jeni të partë. Po jeni edhe ndër bendet e para që keni përformua dhe keni bu muzikë në zhandrin rock të neshtë. Realisht unë si solist kam fillu një qik ma herë. Po? Që nga viti 1977. 77. Asë në planë si më konë. Me Jusniun, kam qenë grupi Trix. Grupi Trix, po. Kam I gjezu 2 këngë, Dashuria në qeshor dhe tjelet në syrin tim. Njëra për ty në Dashuria në qeshor ka qenë një mega hit. Pa tjetër. Në atë periud, Biles vlen cekët në një emision që ka qenë preferencë për trit në atë periud. Që sot ende punon në Fejm Kurasani, ka qenë emisioni 20 më të popularizuarve, edhe si këngë melodi ka qenë dikon 18 javë në top listën e 20 më të popularizuarve. 18 javë. Çfarë moshe parafërsisht ke qenë atë kohë? Sa po I vjen 77-ën kam pasur dikon 21 vjetë. Si 21 vjeçar për atë periudhë me qena që popularizuam, po besoj që u koni ndjenje jashtëzakonshme. Shumë kam qenë vërtet mjaft I popularizuar, bilem nga njerë më ka ardhur turp me darë në sinqer po them. Po shumë tërshë. Qatë që ka pas interesim kështu edhe shpesh edhe në rrugë kur më takojshin apo në konvikt, se isha student atëre në Akademinë e Arteve, degën e pikturës, kur u afrojsh afër konvikteve, që të mos vajzat ishin prej drejtareve, hapshin drejtareve dhe ishin hajde kënaj kangën. Edhe shumë vërtet, për me kam pas tup, zdi, nuk s'kam qenë natyrë që kam dasht me ekspozu kështu.
Është interesant. Jam mundu me qenë modest. Po. Gjatë anë kohës edhe është interesant disa njerëz ndjekin famën. Disa njerëz nuk dinë me shfrytëzu. Unë kam qenë i tillë. Fama e njeh ata. Shumë e vërtet, unë kam qenë i tillë. Po. Çka më bë? Tash jemi ka themi ato vitet të 77. Që fillova do të thotë pas vitit 77 me ato dy ngjëzime që i patëm në grupin Trix. Kalova pastaj në grupin Tonik. Arsyeja nëse dikush shumë herë më kanë pyet pse. Ne kemi qenë me dy lokale afër, edhe Trixi edhe Toniku. Edhe shpesh unë dëgjoj muzikë e këtyre. Edhe ishte shumë kurioztar shkak të edhe muzikës, ajo aspekti i nëse mutuat i vrasësisë, apo të muzikë pak ma rock, apo të ma trendi, gjithmonë katolik, edhe ajo ka qenë arsyeja që po ta kalue në grupin Tonik. Unë jam duke llogarit faktikisht në 76, më ndodhet që Kosova në atë kohë ka fituar autonominë, apo jo? 74. Ka bojnë, 3 jemi. 74. Po pikërisht 74 ka është bërë me kushtetut, autonominë plot. Ka qenë pjesë konstitutive e Federatës Jugosllave. Po, ç'është, po. 10 vjet pasi ka ora Ranković. Si një lloj republike, por patjetër. E ka pas edhe një preambull tjetër që është ka qenë edhe pjesë e Serbisë. Çaja ka qenë pengesa kryesore. Megjithatë në atë kohë ka qenë një fal lirie, ku njerëzit kanë filluar me marrë frym, janë zhvilluar, jo universiteti mandej, jo ku diun, do të thonë ka qenë një periudhë ndoshta themi ashtu e artë për këto bendet, gjithashtu edhe për kulturën, për gjithçka ku njerëzit kanë mujtë në artë pak shprej. Unë them se ka qenë një revolucion sa i përket edhe arsimit, edhe kulturës, artit, muzikës, deri dikon edhe aspektit ekonomike. Ekonomike, po. Se deri në atë periudhë Kosova, po edhe pas, ka ngecë, sidomos në aspektin ekonomik, ka ngecë shumë brapa në krahasim me republikat tjera. Mi po ajo periudhë pas vitin 1974, deri dikon patën fillu me i kushtu rëndësi edhe çështjet ekonomike, a sidomos që neve mas shumë të na u dashke ka qenë arsimi. Arsimi, po. Arsimi nuk di, s'di me përshku, atë shumë kanë qenë njerëz të pasionu mas arsimit, dhonu mas arsimit. Patjetër. Sa në atë periudhë ka pas numër të shumë të studentëve. Patjetër. Ndërkohë që po kthehemi pak te Shavi. Shavi me bendit Tonik prej fillimeve, apo jo? Jo. A pak më vonë? Jo, më vonë. Thuja se njëjtën kohë kur ka ardhur muja, edhe në çatër jam kyç në grup. Përpara grupi ka ekzistuar në hançështu me njëherë mas viteve 70, atë fillimit viteve, domethënë ka 73. Pasi grup arktuz në atë kohë. Kryesisht ka bë evente mbrëmje arktuse për çdo javë. Po ka qenë një format tjetër. 2-3 antarë janë që kanë tasoj periudhë, domethënë hala e kanë vazhduar. Edhe kështu që për shkaqe objektive grupi ma vonë dikur ka mësuar ndryshime, edhe në qatë kohë imi kyç, thuja se për njerë edhe unë edhe muja. Me ngjëzime grupi ka startu, sa e maj menu se unë kam qenë vazhdimisht si shoqërus i grupit, se 3 antarë kanë qenë familjarë të mi që janë, për shembull themeluesi e klaviaturisti, po ashtu basisti Lazaliu, edhe Nazmiu, Ilazi, edhe gitaristi Sa. Kështu që neve në ka tërhiq vazhdimisht ajo shoqëria, e unë i kam përcjell rregullisht. Domethënë maj me një periudhë derisa në vitin 76 në atë kohë mojnë një festival i rinia këndon. Vjen një producent i Radio Prishtinës në atë kohë, producent i ri që kishte filluar punën. Ai i arsimum në Sarajevo në atë kohë.
Gjan Gjeveleka. Ai vetë sa kishte diplomu në Sarajevo. Sarajevo në atë kohë ishte si qendër në Jugosllavi, qendër e rock muzikës. Është njoft në atë kohë. E kanë njoft kaj se bandet më të forta kanë qenë atë kohë, për shembull Dillot me Indeksi, disa grupe tjera që kanë qenë shumë me famë në atë kohë. Të gjitha këto të Sarajevës. Edhe ai këtu kur vjen e bjen atë mënyrën edhe shkollën ma shkurt mundohet me përcjell, me transmetu këtu. Edhe del në për qendra tjera për me hulumtu grupet që i përngjajnë që aty një grupet që kanë qenë atë kohë, që kanë funksionu në atë kohë në Jugosllavi. Edhe tash për më janë ndryshu pak fizionominë e atij festivali, të rinjerë këndon. Përveç grupit Mak që ka qenë pak a shumë ma rock, edhe original rock, me ato primesat e Meliosit, Kosovës. Tjerë kanë qenë grupe me një stil të lehtë muzikës që kanë marrë pjesë. E ati interesante grupet që i përngjojnë grupeve hard rock si jashtë që kanë qenë me stil hard rock, rock and roll tamam kështu. Kishtë ndëgju që në Ferizaj ekziston një grup që ka pak a shumë qatë sound, qatë tingull në për një me, në atë kohë kishtë e gitaristi është për të parve që ka përdorë në atë kohë instrumentet si Marshall, smaduse, gitarën, po ashtu firmat që kanë qenë firmat mira po. Edhe e përdorët a i taman qatë zhandre ka pas, a i gjë i pëlqente edhe rock edhe blues e krejt, a i dëmëhan në atë kohë ishte a i që i përdorëte. A i ndikoj, tha, ju pa tjetër du të me marë pjesë qatë festival, po kushtet për me marë pjesë janë me inqizu këngë të para. Sa që deri atër interesi grupi s'ka qenë, sepse për çdo javë kanë pas evente, mbrëmje, domethënë që ka interesu fort ajo. Edhe tash fillun ata mu interesu, edhe pa tjetër mi bënë 2 këngë tamam stilit hard rock në atë kohë që janë. Edhe kanë qizu 2 këngë të para vitin 77, masane në 78, edhe vjen koha ndryshime, vjen shkojnë në 7, disa ja, edhe grupi masane i pushen atë aktivitet, dhe sa filloj tash pjesa tjetër që këshin me provu me një format të ri. Me një format të ri. Gjithmonë të kush botë se be për një qështje. Muja ishi lirë në qatë kohë, po ashtu edhe une, se bateristi ka qenë një antar tjetër, pas ishi interesu me e fërë. Instrumentet i ka pas ndërmat mirë në Kosovë. Ma për herë parë që ka dalë. Interesim zero. A i pat blej. Mirë po interesimi se sa do të edhe une ndërkohë jam kyç në instrumentina, drejt më tregusën s'ka pas. Edhe pa ta fillu me provu. Rasisht. Ma shumë këm qeni interesum për gitarë se në bateri. Po hajt pa ta provu, thësh ati, ta provoj që shkon me këta. Edhe vetë e këm nisë të i aktivizu gjymtyrës, rolin e gjymtyrëve që shkojnë të edin. Po. Edhe këm hi rasisht, ai kusherin djali i Agjës të Melusit, tha tha se neve tha qështu në vy, unë ina në grupë, pa prit pa kujtu. Edhe ndërkohë e mora, edhe muja veç kështë e emër. Mirë po, tash qëllimi i grupit ishte pak a shumë muzikën me modernizu. Kërë kështë stilin, zhandin e vetë, po grupit interesant e me bon pak ma shumë në frymën e pop rockit edhe tani ka ardhë në disa këngë ka pas mujet vetat, disa ata antarë tjetë grupit edhe kështu ka fillu kënë edhe mas vitit 80 e tuqë. Kur e kanë marrë vesh prind, qështë e kanë prit? A i ka pëlqy apo e kanë kundërshtu? Po, aktivizimin në muzikë, në më thonë, ju po boni muzikantar tash për. Drejten me ta thonë, në atë kohë është ke shkuptu krejt kjo punë e kësaj muzike, e zhanëri krejt. Ka qenë diçka për atë kohë të familjet tonë, atë në përgjësi, në masën. Po dhe, po më interesant qysh... Ka pas kundërshtime, po se kanë kuptu. Qysh keni pështu, qysh keni arrit me pështu? Me pështu, presion për çdo ditë, me jetë e pa e kry shkollën. Si ka pa kërpëshajrin civiliva. Me dalë televizor s'ka qenë letë në periodë, ka qenë diçka interesant, aktive me pa fëmijën e vetë në televizion. Po, ajo është shumë privilegj. Si muzikë se kanë kuptu. Ajo kanë shumë privilegj, po derisa
keni ardhur deri aty. Po s'kemi pas probleme, s'kemi pas. Po unë për të absolutisht me çet vërejtë çdo herë, diçka ka përcjell. Vetëm që shpesh ai kemi shkollë muzikë. Sa ai ka qenë folklorist. Kavallit i kam shumë në Belem kam trashëgu prej ti kështu muzikën, sa ai ka qenë kavallit i kam shumë perfekt. Nuk e di sa është e vërtet, por ne kanë lop muzikën shumë e kanë lop. Ka pas kemi dëgjuar që në atë periudhë, domethënë shpesh herë është ke shkuptuar deri në atë masën ku kanë thonë që janë tendencat huaja për me na prish, për ka pas. Sigurisht kam dëgjuar. Sistemi që ka ekzistuar në atë kohë me ka pas. Po, sigurisht. Ka pas edhe për paragjykime, themi ashtu. Paragjykim frikë na. Dorsa në anën tjetër rezultati ka qenë kreti kundër, për shkak se kur kemi pas mysafir në këtu asaj periudhe, kanë treguar se në atë kohë ka dominuar më shumë muzika slave. Sa i përket këtij zhanri, në momentin kur keni filluar ju për me prodhu këngë shqipe, atëherë veç se vinia këtu i ka marrë pak më ndryshe se u kanë marrë. Ndoshta te unë i kom përgatit paraprakisht për shkak se triksat kanë pas tjetër zhanr. Po. A kupton? Me prim, me fisharmonik, me gitare, gati ngjajshëm me një muzikë të lehtë kështu shqipe, apo kupton? Po, patjetër. Ka qenë ndoshta një lloj parapregaditje, ku galu këtë fazën tjetër të rockut. Ju ka bë pak përshtypje, po s'ka pas reagime kështu. Ndoshta po gabojmë, po nuk s'm ka rastis me pyet ndonjërin prej asaj periudhe. Në atë kohë dihet që ka qenë një komunikim me shtetin nom, me Shqipërinë apo jo, qoftë në fushën e arsimit, vitet ka funksionuar deri në vitin 79. Deri në vitin 79. Ka qenë një marrëveshje profesor që kanë ligjëruar. Mund kujtohet në Akademinë të Artit kemi pas një kërkesë prej Shqipërisë atje, me që disa punime atje, me ekspozuni, me hapë një ekspozitë si studenta, kur ishëm. Edhe pastaj ata e ktheshin në jetën mënyrë neve në Prishtinë. Mi po unë të prejem vitin 79, se zgaboj apo vitin 79. Influencë muzikë nuk ka pas shumë për shkak se atje roku po ndoqët nuk ka qenë shumë i preferuar. Influenca ka qenë prej republikave të tjera. Prej Shabio, prej Sarajevës, prej kena Slovenisë, po Kroacisë, se Kroacia ka pas disa festivale shumë njoftëra në atë periudhë. Pastaj edhe në Beograd. Nishi ka qenë gjithashtu, me grupe shumë të njohura. Influenca ma e madhe ka qenë prej këtyre republikave tjera. Sigurisht edhe pastaj edhe prej muzikës kosovarë. Në atë periudhë, sidomos muzikën angleze edhe amerikane kanë dëgjuar temase. Në krahasim me Shqipërisë që më tepër kanë qenë të orientuar ka Italia dhe ata shefas ku nduket. Se nuk ka shefas, po, shumë e vërtetë. Se edhe tash i vëret që kanë influencë e kanë pas, domethënë që kjo është natyrshme se na kemi jetuar në atë shtep, në atë sistem. Dritarja jonë ka qenë shumë normale, sigurisht po. Perëndim. Edhe kemi qenë të hapur ndaj botës, kemi pas kufa kufizimesh, sikur Shqipëri që kanë qenë 50 vite kanë qenë të mbyllur, edhe çdo trend që ka ardhur prej jashtit, ne si grup, po, gjitha grupet tjera kanë qenë të influencuar prej grupeve të tjera. Sikur që në Evropë është influencuar prej muzikës, se rocku nuk është i pastër kështu si rock. Jazz rocku bluesi, gjithmonë ka influenca prej sidomos prej afrikanëve. Është një mix. Jazzi, bluesi. Kështu e ka muzika. Patjetër, po ndërkohë që po qëndrojmë edhe pak në atë periudhë kohore. Keni pas komunikim me këto bende tjera të Jugosllavisë për shkak se thuhet që në atë kohë kanë pas një ëmbël shumë të madh, kanë pas një ndikim shumë të madh. Shpesh herë ndoshta edhe ai një pak indiferent kjo pjesa e apo jo. Jo, dëshoj me përjashtim në Bum Festival, kur kemi marrë pjesë, atëherë kemi pas rast mu taku me ta. Kemi pas ka qenë festival. Kam pas përshtypje shumë të mira, sidomos për gitaristën, se pak më herët e biseduam, kemi pas një gitarist të jashtëzakonshëm, Femiu, pas kushërit të Shabiut, që ai nuk të rjeka, po, edhe pastaj është Femiu, ka qenë shumë, po, ka qenë shumë
gjithanshëm kanë qenë në gitarë, jo vesh me një zhanre, po të gjitha zhanre, i pa përsëritshëm, për Ferizaj, po flasë për Kosovë, edhe që me u vërtetu kualitetin e tij në Bum Festival ka pas fjalë miradije të jashtëzakonshme për te. Piles mund kujtohet Kerbera si ishte në ata. Galia. Ha? Galia, po. Njërë ai përfaqësuesi kryesor i tyre po thot jam habit që në Kosovë ka këso gitaristi, po. To ka qenë fjallët e tina. Si thati ta mërmenja? Ka qenë mirë, po edhe para luftës i ku shkojnë në Gjermani, pastaj pa të probleme tjera, kishte problem shëndetësor, edhe pas t'i po vdiq, kështu që neve na la shumë keq, edhe prej asoj periude neve shpillu me stagnu, ose më parasit në për evente tjera, dikur fillu ma vonë, po patëm pauzu një ko kogja gjatë. Gjithatë është shumë mirë që pas shumë vitesh ju e kujtoni punën e tina, gjithashtu atë periudhë kohore ku po mendoj që për ju ai ka qenë për bindjen teme ka qenë shtylla kryesore e grupit. Ka qenë shtylla kryesore e grupit. Gjithmonë ne kur dashim një vishtu melodike, gjithmonë ai matke e përpunon e kthente në që tash ka qenë gjithashtu ka qenë. Edhe popullore ka qenë jashtëzakonshëm. Po. Jashtëzakonshëm ka qenë, po tham gjitha zhanret, taj e ka njoh gitarën, e ka njoh shumë mirë. Harmoninë e ka njoh perfekt. S'ka pas ditë ai. Absolutisht. Më të vërtetë është kënaqësi kur disa mirë, po se iku shkoj. Përmendën e përmendën, domethënë, për shkak se kanë lënë bagazh. Megjithatë, ajo periudhë kohore po besoj që ka qenë e vështirë edhe në sigurimin e instrumenteve, edhe në sigurimin e objekteve, ndoshta për me i pak marrë të biseduar me Shabiu, thash sikur të ishte gjallë ai garant se sot me siguri kishte një numër shumë të madh të kompozimeve, ndoshta edhe albume shumë numerikisht shumë më tepër se sa që kemi lënë. Mirë, pastaj do kemi lënë diçka që me lënë gjurmë në do të flasim për albumet që i keni lënë, po hajtë po kthehemi, a do të bëhet ndonjë album i ri ose diçka tjetër, na i ripërpunim ose diçka, për shkak se jo rastisht tham që jeni super në formë. Indicjet janë për po e lëm kohës, besoj që diçka do të ndodhë. Jeni aktiv muzikë? Kemi pas vitin e kaluam, ka qenë një projekt i financuar prej komunës Ferizajt, mirë po nuk ndodhi ajo. Grupi Trix e ka realizu, ishim në radhë na pas grupi Trix, mirë po nuk ndodhi, pse ndodhi nuk e di, as vetë s'jemi interesuar me pyet, po më duket që ndoshta prap do të vazhdojnë e njëjta iniciativë. Po shpresoj. Intervenojmë, qyre bëjmë diçka. Ish dasht. Mi thonë kryetare që tash edhe jo, kemi biseduar edhe me disa artistë tjerë. Ne nuk kemi, unë për vete nuk jam në aty që imponohen. Absolutisht, kur një jetë për asë gjë si komi s'jam imponuar në kërkuj të fare. Po. Edhe nashta qaja dhe ndikon se dikush për në me si tonë një fjallë po do të më bo zhuk. Për me mujt me nëzirat e qëfar kërkon. Mirë, por ne kemi qenë pak jo të zërshëm, mjaftueshëm edhe kemi mjetë në këtë stas çfarë. Ka njerë kur je ma modest se sa që duhet. Pëson, po. Që është mirë, për shkak se është mirë me qenë i zhurmshëm ka njerë dhe për shkak se thjesht nuk je ka kërkon diçka të jashtëzakonshme, je ka kërkon një. Dhe këngën për di për zoni s'po më shkon, edhe ma për di që shkon. Me Jusemin keni qenë edhe në Ferizaj kur është flash një dokumentar për bendet e Ferizaj, kur keni qenë pjesë edhe ju, edhe është e vërtetë që edhe për neve që jemi një gjenerat ndoshta marre, po megjithatë jemi rritë me ato këngë të viteve të 80-ta, për shkak se mandej ka qenë një periudhë kohore kur nuk janë prodhuar dhe shumë për shkak edhe të atyre kushteve që dim që si unë. Jo, të fal radiove, shpesher po emitohen, kështu që nuk janë harru. Jo, tamam. Nuk janë harru.
nuk janë këngë që harron. Megjithatë tash për shkak të zhvillimit të teknologjisë, unë po mendoj që mundi me bëu edhe një master tjetër, diçka tjetër për shkak se janë këngë që ja vlen mu përcjell me çdo rrafë gjë. E kemi biseduar disa herë dhe besoj që do të bëjmë diçka. Besoj që po, pse është dashur shumë herë, është dashur po. Kur nuk është vonë. Nuk është vonë kurse ma mor fjalën. Kur nuk është vonë se ju I keni vjet tash me euro. Na po shkojmë të rinut tash. Po zakonisht kur të vinë ta pe jashtë, si gitaristin e kemi jashtë, edhe I Lazali dhe I Saki po. Që manat fashën e I Lazi është shumë aktiv. Ma kur vinë ata që atëre bashkohemi, unë kam një band tjetër që kam vazhdu me ta mas viteve 90-ta, dhe më në rock genius shuat ai. Po. Edhe kam qenë aktiv me ta, në për që si mramje rregullisht arktuse. Kështu që kur vinë, kur bashkohemi në antarët më të vjetër të grupit, të nik, e kemi gatë, dëmonë, e kemi të gatshme me instrumente, me lokal, me aty krejt edhe bashkë. Edhe performonit. Edhe performonit. Me aktivitetes nuk lem mundus edhe unë kam një grup nostalgjikët me mandolinë për çfarë? Për çfarë? Se unë mandolinë kom pas si normalist, si instrument dhe një kom kthy prap. Sa mirë. Është kënaqësi. Kemi pas edhe tjerë kitarista që s'po I ceki me emra, se më I gabu tash, po e di që kanë thonë fillet e para I kemi mandolinë, andaj kemi kalu kitarë. Ka qenë si marrë majdirë në është të në. Shkollë shumë, edhe nga aspekti arsimor, shkollë si kuadrin e mësusave që ka qitë me kualitet, por edhe në muzikë, sidomos, kush ka qenë interesuar, kush ka pas prirje, ka mujtë me arrit mjaftë. Une, që në vitin e parë, shkollës normale, mandarinën e pata perfeksionuar. Edhe deri sa e kom kryer normale, pas kryes normales, ma kur hiç në dorë se kom pas. Edhe kur fillum tash me morëm një iniciativë me themelu grupin, isha skeptik se një kohë gjatë pat kalu periudhë gjatë që ku me ditë në çfarë gjendje jam. Sa është po pe provojmë. Ma pruni mandolinë ai miku shoku edhe fillova kur e posta as bëre mirë. Mirë. Zanatis haro. Ja to. Vetë që do të pak për kustim për më kthy. Edhe tash jam këty tamam në gjendje, jo në gjendje, po hala më mirë që kam çfarë para. Vetëm një handicap e kam që notat nuk I njoh, I kom njoh për para shumë, se mandolinë I kom shumë me partitur. Po. Tash 40 vite I kam, Tash për menç. Ja, tash për menç. Tash vjen me shpirt. Me vesh, po. Me vesh, me shpirt e me tana. Qa, ç'është është? Njëjtë kokë me, thashë. Edhe gitarës nga pak kështu, për nevojat mia. Po. Është për me është kënaqësi kur jeni ende aktiv, kur edhe bëni një moshë. Edhe kur performoni qoftë për qef nga njerë, se ne kur performoni para publikut, edhe duke llogarit që keni kalu një periudhë që muzika është ushqim për shpirt. Ushqim për shpirt. Shpesh për ushqim është kush e din. Patjetër. Edhe artin përgjithësi, veç muzikë, po artin përgjithësi është muzikë për shpirt. Nuk deshëm shumë e hita ajo fusha e pikturës. Hym. Hym edhe atë. Kemko. Pikturën e ke pas mandej si hobi, apo muzikën e ke pas si hobi natyrisht? Këto dyja I kom pas si hobi, po pikturën e zgjedha si profesion. Si profesion. Kam kryer akademinë e artit, dekën e pikturës. Edhe e zgjedha si profesion. Sa ka qenë muzika profitabile në atë kohë? S'mund të litet për aspekte material, zero. Po flas për veten, tash nuk e di. Unë nuk e di që kemi bën ndonjëherë. Me përjashtim dallose shumë të vogla që kemi bën muzikë për para. Bilim ka qenë turp për neve me na shit dikush para. Po. Çashtu kanë qenë rrethana, çashtu ka qenë se kemi bën për shef, po. Ana materiale teknika qenë përjashtuar në kjo. Ndërkohë që tekstet, muzikë, vije melodike këto, ka qenë një kontroll në po, ka pas cenzur, po, sidomos për tekste, se jo, për vije melodike jo, për tekste po, ka pas cenzur. Ka ndodhur me u kthy tekstet? Zakonisht, jo, neve nuk ka ndodhur.
Nuk ka ndodhur, ka ndodhur po, veç një rast ka ndodhur një tekst Fatos Arapit, ne kam pas kthye. Edhe çuditërisht ka dy ska pas kush, vetëm që ka qenë autori për Shqipërisë. Kush tjetër, absolutisht. Se kemi pas edhe këto tjera pjesën e dërmuese të teksteve, unë që kam bërë komponimet janë të lezgush për adesit janë. Po, mirë po për ato s'ka pas problem. Atë ai ka qenë anat e bum, për atë arsye edhe e patën refuzuar. Se kemi dëgjuar edhe prej shumë mysafirëve të tjerë që në atë kohë domethënë ka qenë ajo kontrolla e teksteve mandena. Shumë vërtet ai. Mos lasë mes rreshtave me post aty. Për shkak që ka mujti pengu sistemin në atë kohë. Ka qenë për me siguru terminin në studio, me incizu, teksti ta ka... Ne ju kemi se na kemi ditë. Dhe kemi ditë çfarë kërkojnë edhe se na kanë thonë paraprakisht, na kupton se mos ketë mes tekstit aty mes rreshtave diçka që me ta prish. Tek ndoni çështje patriotike ose stadione. Edhe terminat kanë qenë kufizuar me kohë, me stadiona, po nuk keni mujt për me shfrytzu 3 ditë, 4 ditë, diçka po keni pas me orë caktuar. Ja, me orë caktuar. 2 orë caktuar. E ke pas në analitë, në shëndet. Varet që shke qenë pregatit? Disa që djetë fundit apo të fillimit, atë jetë fundin vërtet. Kam met ende pa u përfëndu kështu si dohet. Që është në qatë ndyrë edhe, mund të shumë më se nuk është në regull, mirë. S'kesh kushtet të refizuar. Studio 4 kanalshe. E vetë në studio për krejt Kosovë. Edhe ku ai kufizume. Ka qenë interesimi ma, se ka pas dhe grupe tjera. Ka pas shumë grupe. Non-stop ka qenë studio, ka qenë zona, non-stop. Përta ka pas dhe termine. Non-stop termine. Në kujtojt atëri deri në ora një, patëm një qizu, në ora një. Mbrambje. Edhe pre ty direkt shkum të emisioni këti mi gjenë kënë vendit. A i kish pas të dëgjuar. Edhe ishte i lozë shkaj, ishte shumë kështu atraktiv, interesant. Aktiv, po. Ato masterin e këto keni prit me ditë për me punu ata po kry? është prit master, masani, masati incizim, ata kanë punu masani në mixim. Edhe ka shku një 2-3 ditë dhe në ashtë një avë, që është të shku masani në radio. Ka nga finale, që kanë thonë. Se teknologjia ka qenë e tillë. Po, me shirita ka punu. Po. Me gjithat nuk kemi edhe sa skeç. Jo, absolutisht. Zo, para atë periudhë. Ai kush ka marrë vizën me një studio ka qenë në studio tjera, ka pas 8 kanalshe, 12 kanalsh. Mi po ne kemi qenë pak si Kosovë, të handikepuar. Sa i përket kësaj teknologjisë. Mi po për rrethonat çfarë ishim ka qenë normal. A ekziston ajo mikset dikon? Po, eksistojnë. Jo, mikseta, ja, s'ma mërë menje. Në për material. Materiali eksistojnë. Kur janë... Materiali eksistojnë. Kanë vendosë masat e dhomshme në radio, ata kanë ndryshu krejtat, masane as dijet ku i kanë qumë. Nuk e di. Se patarë në qatë ko, patarë studio në atë ko 24 kanalsh, për herët parë në Kosovë. Për studios ekzistu se 4 kanale që ka qenë, që kemi kry në këtë incizime në atë ko. Erë studio 24 kanalsh, ajo ka qenë një risiv në atë ko për studio. Edhe me ziprit që me shku, me pas në fabrik kasetër, apo? Po, edhe masani edhe fabrika e kasetëve. Audio kasetëve. Disa e ka analizu, ne s'patëm vënsi edhe. Ne kem pas ofertën e parë për grupeve. Interesant ishtë një për që ne kanë bo me bo falës. Hala se ishtë parë dhe kjo fabrika e kasetëve. Po, neve na i patëm në falët me bo. Ne patëm bo një ofertë, krynin qizimet, na pi marmi, atërë mishur në Beograd. Atje me bo, me finalizu kasetën, se këtu s'ka pas shmi diskografik në atë kohët kasetëve. Tani ndërkohë erdha, jo? Na neglizhet ndaj asaj punës, nuk na bajke farë për shtypje, e la ma zxan betëm, pa kaset, pa CD, pa kërgja, ishte periuda, unë të 82-ën isha shkova ushtar. Po ktheben të 83-ën, pas taj që ka ndodhi, pas 83-ës,
Ky fëmiu do Na I përfundomi incizimet çat ko, edhe shkoi fëmia, ushtohet. Ato voç ato botam çto ishin ato. Ne jo ne shkova, edhe ato pengesa. As mund të ketë bashkë me shku ushtar që mos me u kohë, ose ne obliguar në atë. Që kanë pak më herë det diçka ose të shtyn ose të pengon. Po. Kam dëgjuar në për disa qytete si Gjilani, ka pas radio Gjilani, po ndoket edhe ka vujt të regjistruar edhe në qyteteve tyne, po çat ato kohë nuk janë transmetuar mandena në Radio Prishtinë ose Radio Prishtina ka qenë. Ka pas Radio Ferzoj, ka pas se kanë pas ata mundësi se kanë pas, po. Edhe ka qenë batje për lokale, kështu se sa që kanë pas frekuencë kështu më gjërë në hapësirën e Kosovës. A ka material që keni regjistruar në atë kohë edhe atë material nuk e keni sot ose ka medikun, ka humbur të në masave që nuk kohën? Jo, unë jam interesu, materiali ekziston, sidomos për video, mirë po arsëtimi I tyre është që do të me u digitalizu, po, për me mujtë me u transmetu, po, për shkak të teknologjisë. Nuk është kompatibil me teknologjinë e sosme. Kemi video e kam unë në emision, në thonë jo 15 minutë, që kam arrit me incizu në të kohë për televizionit. Edhe e kom u që ta deta që kam... është publiku me në YouTube apo jo? Jo, se dashtë ato me përpunu me qitë prej videokasetës, CD, me bani vetë transformime dhe kështu, edhe më kam pa interesim thuja se jo për ne arsye tjetër. Gjithashtu besoj që është një pjesë interesante. Po, është interesant, ky mirë të punu I ri kur ka qenë. Se që do ta nxjerrim, edhe atë do ta nxjerrim. Është mirë me nxjerrë. E presim këtu me ditë. Ta shqyrë unë këtë vik janë s'muj me ardhë. Me nënsirë që ato janë. Herë pasere e shofë RTK-ja po I plason disa incizime që kanë qenë më herët. Edhe tash që shkojnë atë procedurat atë që unë nuk e di. Se na kemi kërku, po arsyet ne ka dhënë këtë çështje digitalizimi. Po, edhe gjëja se aty ne mjetet ju kanë disa që bojnë atë transmetimin, transformim në shkollë. Domethënë ju kanë prish atë dhe kanë meta në çashtu. Se na jemi interesuar ato mi marr shpesh. Kjo është interes të televizionit publik, emisione që na kanë thirrë në atë kohë emisione gjyqësorë, emisione ka pas, mrena javës ka 2 herë minimum, mrena javës. Për çdo javë kemi qenë aktiv. Për çdo javë. Musafir në emisione. Musafir në për televizione, po mund të në programe të ndryshme. Një televizion ka qenë, po ka pas programe të ndryshme. E mirë, po kthejnë edhe te pjesa materiale. Kur ju kanë thirrë televizionet, keni ka pas diçka në pagesë se po. Ka pas e kemi marr ato me ditë e kemi marr, po. Me numër zhëllgarisë kemi shku atje dhe kemi të rjek, po, ka pas, po. Ka qenë mjaftueshme që ju thjesht me vazhdu aktivitetin, nuk po them për me jetu, po. Ja, si studenta, neve na ka mjaftu për gjepë si të... Po, me bleni kill pasolja dhe... Se me da një drejt me unë. Po. Të këtë pasolja ke pas falë. Shkëshim me të studenta dhe hamshim falë. Po, ba, qa. Jo, deshta me po materialin, ta shpësësht një tu, se u riktheva kërë më tha muja që më thëshim vajzat në konvikte ajde knap, dhe në thash ka qenë klasika me atë na jemi knas po të regojsim qërës për parë jemi knas e cekë edhe ma herët edhe kemi cekë edhe me shpesh që muzika është ushqimi shpirtit edhe në momenti kër ju e keni puni muzikë që e keni doash në muzikë që e keni një është më të vërtetë në thonë po besoj që pastaj na kanë ftuar edhe në përmbrëmje për para, mramjet e maturës janë majtë me muzikë zbavice. Po. Ashtu I thoshe për para, muzikë zbavice. S'ka pas muzikë popullore, se këtë tash me talavane. Unë e mramje e maturës e kum kalu me grupin tonik, do të në informacioni I parë që ka qenë. Kërejt muzikë rock ka qenë. Me peshti 2 kongë shota në të kohë që është këndu, në mrami se mbaj menë shumë mirë, edhe një kongë tjetër e valë sërbe, se shkollat kanë qenë mixed përzime në të kohë. Vetëm që të 2 kongë, krejt muzika ka qenë rock edhe ratuse. Dhe manë shumë, mas në dhejta ka vazhdu që ajo... Dhe që me evolu, më majta I trend, tash kemi këthy na, jemi këthi pak ma... viteve 60-ta. Nërgoj që dhe në vitët 2000 ka qenë
mjaft aktuale, muzika rock. Themi edhe të vitet 2000 ka pas shumë. Edhe tash, dorën zanë, ka shumë bende që performojnë, ka shumë të ri që i rikëndojnë ato këngë që janë bërë gjatë viteve të 80-ta. Megjithatë, ka ndryshuar trendi, ka talente të jashtëzakonshëm. Ka talente me përpara tash këto talentet janë të jashtëzakonshëm. Edhe numërikisht janë shumë. Mirë, po ngon ajo si tem krimtaria. Jo krimtaria, po ajo çësia për me kriju edhe Milan Kosovës diçka si kulturë. Ma tepër jemi të prirur për gjëra tjera të cilat faktikisht neve na dëmtojnë, që jo që na shtyp përpara, vetëm na dëmtojnë. Ne kemi sa i përket kulturës regres, jo progres. Kur ti kthehesh në vitet 60 kur ke qenë, kjo është regres, nuk është progres. E kjo është ajo. Unë nuk jam muzika popullore, është muzikë popullore, është baza, është tabani i gjitha muzikave tjera. Edhe shqyqysh, edhe kjo nuk është në atë nivel që ka qenë përpara. Jo. Se tash si që po thamë, nuk është muzika popullore ajo që ka qenë përpara. Jo, po. S'është. Ka influenca për muzikave të ka deviju, ka ngjyrim të folk atje të folklorit muzikës aziatike, melos atje për turk, grek, besa edhe serb, që është gjunafi i madh. Dërgo që kemi pas një melos shumë të mirë, dhe ka qenë shumë i pasë, dhe ka timbu shumë mirë. Ka të vjeta qytetare, të janë perle, si gjërë po, perle janë. Korçare, Shkodrane, Gjakovare, po. Shqipëria mesme. Shumë e kanë. Që di, kur i ndëgjojnë tjertë, knaqën, thënë çfarë muzike. E neve na duken të shumtuara, nuk e di pse. Është interesant, nëse mbahet ndonjë event familjar ose diçka, ato këngë shumë pak performohen, që janë tamam muzika autoktone, dhe që nuk i mungon kurrë, shumë për vallëzim. Tash është komercializuar krejt kjo. Kjo është ajo. Sa këngë keni me videoklipe? Edhe që janë bë videoklipet më herët. A i keni marrë videot prej televizioneve, apo i keni incizu ekstra videoklip për një këngë? Ja, vetëm për televizionet. Veç për televizionet. Ekstra videoklip s'kemi incizu asnjëherë. Jo na, po kush ish, në atë periudhë s'ka pas. Kur kanë fillu? Vonë ka dale, pas vitit 2000 nëse s'ka bëj. Njëse, kemi pas në 82-shin, në kanar televizioni, në Ferizaj. Po. Atë kujtohet ku që tjetër është aja, po. Qaj është videoklip? Po, videoklip, po prej televizionit. Në kanë qohë të bifurkacioni. Prej televizionit, po. E kemi bo një farmiksi, edhe me një lokal atë ku ka qenë kafiterit, në atë ku Ferizaj një, dy kanë qenë, ma shumë s'ka po. Edhe dy gjizimet, dy kanë që për me atrikësove ku mbo jashtë, në Brezovici ku mbo. Jashtë ku mbo, në Brezovic. Mirë, po, mendova në atë kuptimin me këta... Videoklip. A, videoklip. Po, videoklip. Si videoklip, po. Si videoklip, është qaj i pari, na që e kemi përjetu, edhe për herë parë, me ba dikun jashtë, edhe natyrë, edhe në për lokale, një farmikse e pa të mba. Një kongës të, lak stresimin dhe të ka qenë kongë. Edhe qaj, në mund tjera tjenë pa video, po, studiove, po. Studio. Vetëm për ti, kur është bo kjo? Vetëm ti? Vetëm për ty. Vetëm ti? A, vetëm ti. Avitonik, vetëm ti. Po, kjo është... Po, se na s'folëm për zhanrin, për stilin e grupit. Disko, kjo është... Po, bëjmë një pauzë shkurt, po dëgjojmë pak muzikë. Po dëgjojmë disa projekte që realizuar gjatë asaj periudhe. Kjo është bën vitin 83. Po, ka qenë incizime, pe incizime të fundit që kemi bën. Zhanrin disco në atë kohë, se grupi vish pas banë instrument, e kësi eksperiment e bukur në për zhanre. Të fillu për rockut e pop rockut e derit edhe ka pak në jazz rock, se kemi dy instrumentale që kanë elemente jazz rockut. Është një instrumental bile, është një përfshim një këngë popullore që kemi përpunu në atë kohë në stilin në jazz rock. Vetëm kjo është disco është. Po kjo është disco. Thashtë në atë kohë, kërë ardhë muja, u kompletuam këtë formacionin. Në më hanë kemi bukën eksperimentën. Ja keni ba hajrin. Po, edhe ta është në varë cila ka shku ma mirë. Cila këngë ka pas sukses më shumë ti
me bendin tonik. 2 huzë, las 3 sime edhe kjo vashat Floriana po. Po. Aty këto projekte do të thonë që po mas shumë të mund që 4 këngën që kanë sjellë në për top lista kështu që kanë. Jusan çaj ka prat? Po shkojmë në blok marketingut edhe po dëgjojmë diçka në periudhë. Po, dojmë të rikthy atje. Përvojmë një pauzë shkurtër, ndërkohë që i dëgjojmë edhe projektet asaj periudhe dhe rikthehemi prapë në studio. Po për rikthehemi përsëri për kulturën e 2.2 në edicionin më të ri të emisionit Acoustic Night, që realizohet çdo javë për çdo të jetën nga ora 19:30 dhe mundsohen nga Melodia PX, Peperific dhe Frix. Njami. Jemi me bendin Tonik, me antar të bendit Tonik. I kemi të gjuhë 3 këngë të mrekullueshme. Për këngën e parë ju garantova që e kam dëgjuar mos të me 100 herë. Tërkohë që 2 projekte tjera nuk janë të panjohura, megjithatë janë ato projekte që janë dëgjuar, po është një muzikë gjatë kësaj pauzës kem të diskutu që është një muzikë që dhe sot tingëllon moderne nëse bëhet një ripërpunim i këtyre këngëve. Janë tekstet e mira, është një interpretim shumë i mirë, një stil shumë i mirë, edhe gjumë edhe gitaristin që përmendën Zisuar me një super solo të asaj kohe. Po besoj që ishtë dashtë me pas një mbështetje edhe që këto këngë mu ripërpunu për shkak se me qenë nështë më të përshtatshme për mu ritransmetu në për mediumet për shkak se ta shkajc për teknologjia dhe ajo edhe pse edhe atëherë ka qenë një kvalitet jo i keq, po themi i kohës, megjithatë tash e meriton që mund të dëgjojmë ndoshta edhe më ndryshe për shkak mu përshtat me teknologjinë e sot. Sigurisht atë mundësit janë shumë atë mira, se sa në periudhën e mahershme, në atë periudhë kur kemi ngjezuar ne, edhe po shpresojmë biles për shkak të audiencës edhe njerëzve të cilët na kanë përkrahur. Gjenata jonë, gjenata para neve në disa vite, por pse jo edhe gjenata e re është mirë me u njoftu me këto këngë të cilat patjetër. Me ditët ata që ndikur veç unë nuk pajtone me që i thoi njerëzit shpresa vdes e fundit, pa ajo shpresa kur nuk vdes. Jo, sigurisht që shpresa kur nuk vdes. Ajo zguzon me vdek, bile. Une po shpresoj, edhe njerë po thamë, po shpresoj prapë po sërisë në fjarë në shpresë. Po shpresoj që edhe do të patjetër do të me bëjmë diçka, ne e kemi marrë një iniciativë, ta shpresëm, do shta hasim një kuptim edhe tek organet e komunës, tek DKRS-ja. Unë po besoj do me thonë që përveç atyre institucioneve komunale janë interesat për përgjithshëm ato institucione shëndrore. Jam i bindur që do të me qenë shumë më të zëshëm, edhe me qenë jo shumë modest. Me kërku. Po. Kështu jo. Tek i fundit Ferizaj edhe në protest më qush, ama lidhë. Edhe e meritojmë, po, si thu, edhe në protest. Edhe 2 ma shumë i ki, unë e ky vim. Ja, unë e po, valla, jo. Amo ti qaros unë e paguis. E theka pak marrë që ka qenë një iniciativë dhe po shpresoj që ndoshta që ajo do të vazhdoj sërish edhe do të... Po, i shkon mirë, ja, normal që po. Patjetër, sot në ditë sotit... Për hir të adhuruesve. Po, në ditë sotit bëhen shumë projekte edhe vendosën vetëm letër, edhe bëhet propozimi nuk jetëson. Edhe nga njëherë dhe jetëson, pa e ditë produktin final se cili është. Tërkohë që ju e keni një material, që e keni regjistru, e keni një bagazh, do të thonë, edhe thjesht duhet me kërku, me qenë ma zhurë shumë për shkak se unë vetë si dëgjues i muzikës rock, ose thjesht publiku, dojnë që këto këngë mi dëgju me një kvalitet më ndryshe. Me një kvalitet do të thonë që mundu mi transmetu, mundu mi ridëgju në për sa ardojnë. Nuk po thënë që është kvalitet i kesh, prapë po thënë. Po, pse jo këto mos me arme një verzion tjetër për shkak se ju jeni në formë. Besoj që tani edhe 200% do të delma. Jam i sigurt milion. Nëse jo komuna ose shteti, atëre kisha apelu të krejt studiot me marrë iniciativ vetë me i bo.
këto këngë. Normal që ju me i ra instrumenteve, ju me këndu, po ata me marrë iniciativë që me incizu prej fillimit. Nëse shteti nuk bën kur gjë. Për ato nuk është problem. Jo, është problem se lypin pare, e na pare s'kem. Është Këtë problemi që të paraja, financimi. Jo, sot varet se ka dhe studio që ka një kosto ma tiro, një kosto ma të... Se di kush e merë këtë iniciativë, kush është ai Fatlum. Zemërgjër. Ai Zemërgjër, po. Mos ta lënë dorë mua i senit nuk kemi me ulum tu. Do të me kërku, me i trokit dikujt në derën me thonë... Sa kongën, apo me bo një album? Sa kongën, për mu rinë qizu? Po gjithsejt janë dikon me 2 instrumentali janë 11. është një album. Në kam, një album është i plot, një album të amë. Nuk është shumë. Absolut nuk është. Nga njerë do më thonë, një album mundemi edhe mua në ku. Këtë rast, pe marrë guximin edhe pse jam ma e ri, pe marrë pak një kritik të vogël. Për shkak se jam bërë shumë projekte. Ju që keni eksperiment, na tregoni mbyrën, modulin që më dhe të realizimi. Deri para 2 javë Ministria ka pas një thirrje, do të thonë, për projekte. Unë po besoj shumë që Ministria ka përkrahur shumë projekte tjera. Nuk do me hin ato, ka pas një arsye për pak nashëm dhe njerëz të nashëm, për me apliku. Në momentin që ju aplikoni me një material që e keni të gatshëm, me një material do të thonë që fajtikisht tash është mbyll. Sa e di unë është mbyll. Unë besoj të këto raste ka dhe përjashtime. Se di pse ka vle. Nuk e di. Një bindje ku faktikisht këto projekte përkrahen ndoshta i çdoashme përkrahen dhe jashtë aty në konkurseve që i bën Ministria. Kështu që për më janë projekte që ja vlen, janë kohë që ja vlen për mu ripërpunu. Edhe mu vjen shumë mirë që jeni në formë, jeni mirë në shëndetin, mundi me dhoni kontribut. Prapë do të thonë, nuk e keni problem për mi regjistru ato kohë, kështu që... Unë i baj thirrje krejt studive, tash studia, njëre, ata... Mas ta pas nevoj me pas një shtyt kështu... Po, unë mu kanë shtyt, jam shumë i but, unë jam kokfor që është problemi. I baj thirrje krejt studio private, ju kisha lut, s'jam të ju lut hiq, po, prej nesër, merrni... Na kontaktoj me grupin tonik që komplet albumin me ja u bo me incizim 3. Nëse s'jeni të nangu live, nesër reprizën e keni prap mas dite. Valenderus, ja zakonisht. Unë jam shumë kokfor, shabium një mirë, a unë jam i keq. Kom pas privilegj me bo muzikë. Që kemi takuar më herët që... Unë jam shumë i keq. Ma shpejt. Është interesant. Kryet. Jo, e kam shumë seriozisht se është gjunaf milion këto kongë në të gjendje. Është interesant se këto bisedat që buan për këto... Falë pak u përlajtëm, po... Jo, se përlajtëm ti mirë buone. Këto bisedat që buan me artisti që jeni ju dhe gjatë asaj periudhe, minutat neve në shkoj shumë shpejt. Besoni se jo, në kam bëjt veç edhe 8 minuta dhe në fund po fash mos janë ndro bateritë, sa hate t'japet janë ndrove bateritë e reja, tash sa hate po hes shpejt. Ndërkohë që për neve është shumë kënaqësi kur ju kemi në studio dhe për një me e di që këto emisione nashta janë shumë shkurta për gjithë atë eksperiencë që ju e keni kalu. Edhe meritoni shumë jo vetëm brenda mediumit tonë, po ndoshta gjitha mediumeve që janë në Kosovë që t'jeni ma prezant edhe njerë për Riceki që më vjen shumë mirë që jeni ende në formë edhe mundi me dhunë, edhe me na tregu për ato përvojat që e keni pas gjatë asaj periudhe, po gjithashtu edhe është një farë shkollë edhe për neve kur mësojmë për juve, prej eksperiencave që ju i keni pas. Edhe ne ju falenderojmë shumë, edhe shpresojmë që këto fjalët e juaja do të hasin në një vesh të hapur. Kështu të hapur, edhe do të marrë iniciativë për me realizu, me replesuni edhe neve dëshirën, por edhe gjithë atyre të cilët kanë dëshirë me e kthyat nostalgjinë e asaj periudhe të viteve 80-ta. Shumë faleminderit për ftesën. Po them që është një muzikë që edhe sot i ngon modern, një muzikë që e keni bërë shumë të mirë. Do thonë një muzikë, një projekte muzikore ose
këngë shumë të mira të asaj periudhe që ndoshta për atë periudhë janë kon atraksion për të rit ose po edhe tash është që një muzikë që shkon shumë në kohën që muhet mu dëgju që flan edhe të gjeneratat e reja, kështu që unë në emër të gjusët Radio Plusit, në emër të Hysenit dhe gjithë stojt Radio Plusit, da e falenderojmë dhe për gjitha dhe veprimtari që ju e keni lënë, po dhe që da keni bo shumë dhe që sot jeni pjesë intervistës. Shavi Akime për shëndeti, i lazim për shëndeti unë, për shkak se është shumë atë. Edhe nuk e ditu dhe për... Për shëndesim edhe antar tjetë të cilët nuk janë prezent këtu, sepse ata kanë dhënë një kontribut të mushëm. Po. Jo, për mu ke pak e çuditshme se Ilazi jep një kontribut shumë të madh, edhe publikon shpeshherë domethënë edhe muziciantë të ri, muziciantë të vjetër, kështu që duhet me kon më shumë edhe për juve. Për me kon, Ilazin edhe në atë kohë kemi pas si menaxher të grupit. Çdo herë kur kemi dalë për studion e për ftesën që kemi pas në radio, ai është nuk ka jetë frymë proceseve. Edhe në për menaxhimet mramjeve ose çka do që ka pas Ilazi, kurse merita kryesore e grupit është të vëllau Ilazit dhe melusi grupit Nazmi Aliu, ajo është me instrument në tastier, domethënë ajo është prej fillimit, prej kur ka fillu grupi, domethënë fillim viteve 70-ta, deri tash ajo është baba i grupit. Në është edhe përgjithësi që nuk angazhu dhe për projekt. Mujmë në thonë për ata, po ka pas angazhime tjera, se ka uheq edhe një festival të rizajt fëmijëve, shumë viteve. Edhe ajo pengesa më e madhe, domethënë për projektin që ke fjala më herët, është mungesa gitaristit. Ai kur ka vdek, na thoya se gati këtë kemi vdek edhe na. Se ai ka qenë shpëllon me shtylla e projekteve këto. Çdo ide që ka lind në grup, ai beton bashkë është përfunduar në mënyrën më të mirë që shoh menduar. Unë më shaj që komponoj shaj mine transformuar që krejt për të çuar. Kështu që ne kemi tentuar disa herë me bën projektin se Nazmiu Kushërini e ka studion. Po. Edhe ka tentuar me bën format më moderne, më tash ekzistojnë me ana teknika është më avancuar, mirë, po mungesa antarëve, tash me marrë dikan me gjithë zavendësimin e atij që na mungon kërkon kohë. Po edhe kosto. Se ai që i hen kësaj pune duhet normal që duhet me pasat llogarinë vet. Duhet mu shpërbyer. Ka gitaristë që problem për atë. Jo, ka shumë të mirë. Po dash më kohën dikujt me prunë, që ishte me përsipër këtë punë. Edhe për gitarist na e marrin përsipër. Hajde Yuslo. Veç për gitarist e kia? Po gitarist e ka veç vllau a pranon me incizu komplet albumin. A është në gjendje me bo që të Shajvi që është përgatitja e ka fillu. Do më thonë të hanën a mujna mu takuna në Ferizaj. Po, pse jo. Ne ato s'munim me nxolla. Pa tjetër është edhe në derë dhe për punën e ti. Kur ripërpunohen ato go. Ju falenderoj prej zanrës. Shumë falenderit. Edicionit sotëm, unë pjollo për me zgjedhë një kong të asaj periude, nuk për mbyllën për dëgjuar një kong. Nuk deshta as mi thona kapella, as së spengucin, po dërkohë që herën tjetër kur ju kemi nuk ju lëshojnë pa i përformu një të të kongë, asaj pak që ato dy instrumentalet jove, që ato tjera ke live të mi bo, dhe s'ki nevoj as nalt me knu. Po. Pi bojnë në verzione akustike, Mandela. Po një herë pa problem hiç. Po i dëgjoj një herë kështu kur i ripërpunoni ju, që mos m'javu pat lezetin edhe Mandela, si ta bëni publikimin dhe asaj se unë jam i bindur që keni me bu. Do të thonë ripërpunimin e albumit. Unë nuk jam person që shkoj në studio si gjithë ka thamë, ky e din fort bie shumë emisionin më kanë thirr. Nuk e di vetë natyrë e tillë janë, nuk e di, po kësaj radhe u kënaqem. Po i tregoj shumë sinqerisht haptas me zemër, po i tregoj që u kënaqem. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit veçantë. Faleminderit veçantë.
Shumë faleminderit. Atëherë ju falenderojmë gjithëve. Edhe ne do të takojmë përsëri javën tjetër në edicionin më të ri të emisionit Acoustic Night. Përshëndesim edhe ne Melodia Pesin, me Perifikun dhe Frisin. Ishte kënaqësi e veçantë ku sot kishim dy anëtar të bandit Tonik. Po shpresoj që do të takohemi përsëri me muzikë live, me muzikë akustike, po edhe me projekte të tjera, domethënë që do të realizohen nga këta persona. Javën tjetër kemi një band nga Shkupi, kështu që mbetet. Ndërkohë që tregojmë gjatë javës i bëjmë edhe provë. Dhe faleminderit shumë, miru takofshim. Tum.